Përshëndetje të dashur miq, sot ju kam sjell një recetë të thjeshtë, të shpejtë, ekonomike dhe shumë të shëndetshme, me ato që na dhuron natyra. Me qumë shtore përgatita një sallatë. Dje bëra një ecje në natyrë dhe çfarë më doli përpara i mblodha hidra, këto qumë shtore, mblodha shpargujt e egër, ato që quhen një uvertin këtu, por për hidra dhe shpargujt, këspen nesër ose pas nesër, këto janë ato qumë shtoret. Ja vlen me gjithmonë edhe se më ra diellin kokë dhe ishte shumë vap, dola pak me vonesë, por u kënaqa duke mbledhur dhe duke dëgjuar cicërimat e zogjve. I laj mirë me ujë të bollshëm, i vendosim në një picet dhe i ndajmë veç, gjethet veç e kërcellim veç, një nga një. Sepse kërcelli është më i fortë, por edhe kërcelli nuk e hedhim. Këto janë ato shpargujt e egër, që quhen uvertin këtu. Vendosim dhe një tenxhere me ujë. Duan pak durim që ti mbledh. Shto të bëjnë edhe pisë, të bëjnë pisë duart, me kalën me njolla, çanta, të gjitha, por ja vlen me gjithçka. Për mua është kënaqësi kur mbledh këto barishtet e egra. Këto janë ato uvertinash, shpargujt e egër. Nesër do përgatis risotto. Në një tenxhere, siç e thash më parë, edhim pak krip, ujë të bollshëm dhe i japim një val. 5-6 minuta. Zjerin e përfundojmë dhe në tigan, nuk ka nevojë shumë, në një tigan 3 thelpin hudhër, vaj ulliri edhe hedhim qumë shtoret. Unë i lash pak krokante, më pëlqen, duke i zier dhe duke i shtuar në tigan. Ja kështu siç e shikoni në video. Mbasi kemi mbaruar, shtojmë edhe kërcell të japim një val. Thjesht i trazojmë, i përzim mirë. Shtojmë pak piper, nga piper i zi më pëlqen shumë. Hedhim edhe kërcellët, përfundojmë zirin. Tu kisha pjekur buk me tenxhere gize, me miell semula di grano duro, doli fantastike, me tharmin që kam una dhe me gjithmonë që ja vlen. Preva me feta, gjysmë në futa në ngrirjet e gjysmë në përdora. 2 feta i theka, i lyeva me një thelp udhër. Edhe gati për ta shërbyer. Këto janë pak të hidhura, po unë ja adhuroj, më pëlqen shumë. Ja vlejnë këto receta, janë të thjeshta, po janë të shëndetshme, pak lëng limoni, buka e thekur, pak vaj ulliri. Kisha prer domate, kastraveca, që të njohëm tropea, jo sallatë, djathra, dhe kjo ishte darka ime për sot. Shpresoj që t'ju pëlqej, ju uroj gjithë të mira dhe mirupafshim.